siç e dim, sepse vërtet nëse shikojmë në mënyrë reale, do të themi se ka patur përparime të mëdha dhe prandaj për këtë arsye treguan edhe zgjedhjet lokale se vetëvendosja me koalicionin fitoi, domethënë komuna shtesë dhe pastaj edhe kjo pozita institucionale e ka avancuar. Për shembull, kemi mjaft punë të cilët janë bërë sikur në kohën kur ka qenë faktikisht në qeveri, pororime të ndryshme, vazhdimin e punëve të mbetura dhe kjo më tepër që i ka konvenuar se ka sjellur vetëvendosjen në këtë pozitë avantazhi ka qenë narrativa e sovranitetit të ligjit, siç tham, veprimet në veri, qëndrimi ndaj servis, diskursi i rendit dhe i ligjit, të cilat domethënë e mobilizojnë ose kanë mobilizuar elektoratin bazë, mirë po kjo faktikisht është edhe tek parti tjera, edhe pse nuk mund të thuhet gjithsesi se vetëm vetëvendosja e ka domethënë primatin për të folur për lejuar, se tani domethënë opozita të themi ose ish opozita është e fragmentuar, pra LDK PDK Aleanca nuk e kanë një narrativ ose nuk e patën deri para një kohe, për shembull kur patën mundësi mbrana një viti që ta krijojnë qeverinë, nuk ka një narrativ të përbashkët dhe asnjë figurë të vetme bindse përballë kurtit, pra elektorati i ri tani që domethënë shtyhet ose i ndihmon në këtë aspekt, pse jo edhe opozitës, ish opozitës, diaspora, mirë po siç po thuhet në shumicën e rasteve diaspora e përkrah më tepër Albin Kurtin, tradicionalisht siç ka ndodhur deri tani, ose do të anoj nga vetëvendosja dhe opozita ka disa pika force, siç e proklamon pakënaqësinë ekonomike, çmimet, sanksionet nga BE, edhe pse ato domethënë filluan të hiqen, dhe këtu vetëvendosja ka një plus, pastaj edhe njohjet të cilat erdhën këto ditë, domethënë u bën brenda një vitit këto 4 njohje. Dhe të themi se problemi i opozitës është se nuk po i artikulon në mënyrë të bashkuar, nuk po ofron për shembull alternativë të qartë qeverisë, edhe pse po thonë që po shkojnë të gjitha ndaras, domethënë nuk po krijojnë qeveri koalicione para zgjedhjeve. Mirë po vërtet nëse shikojmë krizën e cila ose të cila mbretoi për një vit, duhet të themi se vërtet është dashur që opozita nëse dëshirojnë që ta mundin Albin Kurtin të kishte pse jo edhe një bashkim të këtyre forcave. Avantazhi i qartë pra të themi për vetëvendosjen edhe për këtë shkak, sepse domethënë opozita tregoi se nuk është e bashkuar edhe me 28